Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zyrtarizore të ristrukturimi i qeverisë të Maqedoninë e Veriut, koalicioni bashkëqeverisës blen do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai dorë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Blen, Bekim Sali. Sipas tij, në pakon që Blen vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet mjedisi jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për marrëdhëniet ndëretnike, ndërkohë partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Blen bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari i Blen, Izet Mexhiti, tha se pas 24 muajsh qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe llogaridhënie, bashkëkryetari i Blen, Izet Mexhiti, përmendi se rezultate rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve. Rrugën Shkup-Blac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto 2 rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë, jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rekord temperatura është në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius. Pranë kufirit me Polonin, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan dhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë duke thyer një rekord 105 vjeçar. Hungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vapë ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë e valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u goditur me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Ditën e hënë Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Prej orëve të mesditës deri pasdite mot me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Pas orëve të pasdites moti është i kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë vendin. Era do të fryjë në drejtimin kryesor veri-lindje veri-perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond. Edhe Maqedonia e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira lokale. Në vend do të fryjë një erë lehtë nga drejtimi lindor. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 14 deri në 21 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale nga 21 në 39 gradë Celsius. Nga dita e mërkurë priten rreshje lokale shiu. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.